تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Në gjithë lavdia takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Umdatul Ahkam të autorit Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, i cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne dhe të gjithë, na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Do të marrim një mësim të shkurt për një temë të shkurt, ku përmendet një hadith për shkak të rrethanave të llojshme. Do ta marrim këtë temë që ka të bëjë, ku thot autori, pra babul luqata, domethënë temë që ka të bëjë me gjetjen e ndonjë gjëje të humbur. Do thot luqata në gjuhën arabe, domethënë një lloj pasurisë, pa marrë parasysh çfarë është, që i ka humbur Zotit vet dhe e gjen dikush tjetër. Pra kjo është definicioni i kësaj çështje. Pra një pasuri që i ka humbur Zotit dhe e gjen dikush tjetër. Pra një gjetja e një pasurie të humbur. Ka tri lloje. Një lloj që merret me një herë, një lloj, domethënë një lloj kësaj luqatas, një lloj kësaj gjetjes pasurisë humbur është që merret me një herë dhe nuk bëhet lajmërim për ta. Dhe kjo është kur bëhet fjalë për ndonjë pasuri që nuk është shumë me peshë ose me vlerë të madhe. Për shembull, nëse i ka humbur misfaku dikujt, shembull, ose një shkop i ka humbur dikujt, ose një copë buke, apo një bukë, domethënë, pra në raste të këtilla nuk është obligim të lajmërohet, mund ta marrë njeriu, ta përdorë për vete, me një herë, domethënë pa pritur. Por nëse paraqitet dikush që e kërkon edhe tregon se është e tija, atëherë duhet i kthehet. Lloji i dytë është diçka që nuk lejohet të merret asnjëherë. Pra nuk merret kjo kur gjendet. Kur e gjen dikush nuk e merr. Dhe ato janë kafshët që mund të kujdesen për veten e vet, domethënë që të ushqehen edhe të pinë ujë, dhe mund të jenë të mbrojtura prej egërsirave të vogla, siç është për shembull deveja ose kali, domethënë disa prej këtyre kafshëve që mund të ikin prej bishave, ose të ikin, domethënë me vrap, si është kali për shembull, ose janë të fuqishme që mund të mbrohen nëse vjen një egërsirë e vogël, për shembull një ujk ose një diçka më e vogël, domethënë mund të mbrohet prej saj, ose mund të fluturojë, domethënë të ikë. Thotë në këto raste nuk lejohet njeriu ta marrë atë, edhe nëse e gjen që i ka humbur dikujt, pra nuk e merr. Si do ta lexojmë hadithin, sepse ajo mund të mbrojë vetveten dhe të kujdeset për veten,
derisa të kthehet ose ta gjej i Zoti i saj. Dhe lloji i tretë, domethënë çdo pasuri tjetër që nuk hyn këto dy lloje, çdo formë ose lloj pasurisë që nuk hyn këto dy llojet e para, këtu është e ligjshme që të merret ajo pasuri dhe të lajmërohet për 1 vit, derisa të paraqitet, domethënë për 1 vit, nëse paraqitet i Zoti i asaj pasurie, i kthehet. Pas 1 viti, nëse nuk paraqitet askush, atëherë e merr ai që e ka gjetur dhe e shfrytëzon për vete. Dhe këto domethënë tani tema dhe sqarimet ose normat e shariatit janë për këtë çështje ose për këtë lloj të gjetjes së pasurisë së humbur. Këtu në hadithin që është 289 thot: An Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qal: Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatati adh-dhahabi aw al-wariq. Pra thot, transmetohet nga Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, thot se është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pyetur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur gjendet një ar ose argjend që i ka humbur dikujt. Domethënë, kur gjendet pra e humbura që është flori, ar ose argjend. Ka thënë: "I'rif wika'aha wa 'ifasaha thumma 'arifha sana." Pra dije me çka është e lidhur, domethënë ose pra peri me cilën është lidh kjo qese ku ka ar, dhe ifasaha edhe gjithashtu qesen ose enën në cilën është në cilën ruhet, domethënë ose të themi kapakun dhe si është lidhur kapaku, si është ena, ruje njife ket, pastaj lajmëroje që ke gjetur për 1 vit. Fa illam tu'raf fastanfiqha wal takun wadi'a. Nëse nuk njihet, pra nuk paraqitet pranari për 1 vit, atëherë shfrytëzoje për vete, por le të jetë kjo si deponim të tij, domethënë sigur e kalon dikush pasurinë e vet të tij. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa addiha ilay. Nëse vjen i Zoti i saj që e kërkon do një ditë prej gjithë kohrave, kur do që të vi, atëherë ktheja atij. Thot: "Wa sa'alahu 'an dallati al-ibil." Edhe e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për deven e humbur. Ka thonë: "Ma laka walaha, da'ha." Domethënë ti nuk ke punë me ta. Nëse e sheh se deveja i ka humbur dikujt, nuk ke punë me ta, lëre atë, mos e prek. Fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha. Domethënë ajo i ka me vete këpucët, domethënë që mund të ece, nuk i pengon asgjë prej ecjes gjatë, dhe e ka ujin, domethënë pra që mund të mbijetoj kohë gjatë, teridul ma'a wa ta'kulu ash-shajar, domethënë mund të shkoj të gjej ujë që të pi edhe ha prej bimëve të ndryshme dhe prej pemëve, hatta yajidaha rabbuha, derisa ta gjej i Zoti i saj. Wa sa'alahu 'ani ash-shah, gjithashtu e ka pyetur për delën. E kanë pyetur nëse gjen një dele të humbur. Fa qal: "Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidh-dhi'b." Ka thënë delën, nëse e gjen, atëherë merre. Sa ajo do të jetë ose për ty, ose për vllajën tënd, ose për ujkun. Domethënë këto çështje i ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Do thotë këto 3 lloje të pasurive, që në realitet sipas asaj që sqaruam më herët, domethënë bëhet fjalë për 2 lloje. Një lloj që nuk lejohet të merret dhe një lloj që duhet të lajmërohet. Dhe ka thonë sa i përket arit dhe argjendit, domethënë që duhet ta marrë njeriu. Duhet ta marrë nëse e gjen, e merr dhe e dallon prej pasurisë së tij. Domethënë që ja njeh formën e enës ose qesës ku është ai ar ose ai argjend, dhe
atë lidhësën me të cilën është lidhur ose kapakun çfarë e ka, do të thënë që të dallohet prej pasurisë vet. Dhe e lajmëron. Lajmërimi bëhet në vende ku ka tubim të madh, për shembull te dera e xhamisë ose në për tregje. Do të thënë lajmëron njeriu, tregon se ka gjetur një pasuri dhe kjo që është përmendur njihe lidhësen dhe enën. Do të thënë është për qëllim edhe për ta dalluar prej pasurisë tjetër tëndes, do të thënë që mos e përzish me pasurinë tënde, edhe për testim të atyre që lajmërohen. Për ti, nëse vjen dikush, do të thënë e pyet në çfarë qese kanë qenë ose si kanë qenë të lidhura, do të thënë për detaje që mund t'i di vetëm pronari. Dhe koha e lajmërimit do të thënë është 1 vit. Kanë thënë disa dietar që ky lajmërim bëhet në javën e parë çdo ditë. Pastaj muajin e parë çdo xumë dhe muajt tjerë që kanë mbetur, atëherë një herë në muaj. Domethënë një herë në muaj bëhet lajmërimi. Dhe kjo pasi ka qenë, domethënë kështu ka qenë tradita ose urfi. Nuk ka tekst në Kur'an ose Sunet në çfarë intervale kohore bëhet. Dhe prandaj kjo, domethënë, varet nga tradita ose mënyra të cilën e bëjnë njerëzit në atë kohë ose në atë vend. Edhe në kohën tonë gjithashtu ka mjetet informimit, domethënë lajmërohet në ndonjë prej rrjeteve sociale ose në gazeta ose në mjete tjera të informimit, domethënë bëhet lajmërimi në këtë mënyrë. Dhe kur vjen pronari, sipas këtij hadithi, argumenti se ajo është pasuria e tij është vetëm mundësia e tij për ta përshkruar. Domethënë vetëm nëse mund ta përshkruajnë detaje si është, domethënë sa ka qenë sasia e asaj pasurie dhe si kanë qenë vendosura në kulet, për shembull në portofol ose në qese ose ku kanë qenë. Do të thënë vetëm kjo është e mjaftueshme që të vërtetohet se kjo është pasuria e tij. Dhe nuk ka nevojë për 2 dëshmitar, pasi çdo herë argumentimi varet, do të thënë, prej rrethanave. Edhe në këtë rast, argumentimi, do të thënë, për se ajo pasuri i takon atij, është vetëm me përshkrim të pasurisë dhe jo me dëshmi tjetër, do të thënë që cilë 2 dëshmitar ose diçka të ngjashme. Marrja e pasurisë që e gjen është, do të thënë, cili është hukmi i saj. Mendimi më i saktë prej mendimeve dietarëve është se kjo është mustahab, do të thënë për ruajtjen e pasurive, pëlqehet, është e parapëlqyer që njeriu ta marrë, ta ruaj dhe ta lajmërojë ata. E paraqet ose e lajmëron 1 vit dhe pas 1 viti, nëse nuk lajmërohet askush, atëherë mund të përdor për veten e tij, ta harxoj për vete, por ta di se edhe mas 1 viti, nëse paraqitet pronari me argumentim, domethënë, si tham më herët, atëherë ajo është pasuria e tij, duhet patjetër t'i kthehet. Gjithashtu në kohën tonë, ky lajmërim bëhet edhe në organe kompetente, domethënë polici ose te stacioni më i afërt, domethënë bëhet lajmërimi në këto mënyra që të jetë, do thotë me rëndësi është që t'i kthehet pronarit ajo pasuri. Pastaj, në lidhje me këto që janë përmendur në hadith, pra pararin dhe argjendin u sqarua qartë se duhet të njihet ose të kuptohet, të dihet vendi në të cilin janë ato, domethënë ajo pasuri, prej arit dhe ose argjendit, mënyra si janë lidhur. Për devet ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se inna ma'aha, ka thënë hidha'aha, fa inna ma'aha hidha'aha. Do thotë ajo i ka kpucët ose e ka pra ato i ka të mjaftueshme, do të thënë që mund të ecë distanca të gjata edhe në përshkretire, edhe në përgurë, edhe
nuk ka nevojë që dikush të kujdeset për ta. Mund të kaloj distanca të gjata pa për kujdesjen e ndonjë njeriu, dhe gjithashtu mund të kujdeset për vete që mund të gjej ujë, edhe mund të mbijetoj kohë gjatë pa ujë, edhe mund të gjej ushqim, dhe ne ka qafën e gjatë, deveja që mund të arrijë edhe ushqime që janë të largëta për shembull, ose që janë në lartësi, atëherë mund të kujdeset për veten e vet, dhe zakonisht ose kafsha e kërkon vendin e vet ose pronarin e vet, ose gjithashtu pronari i Zotit i saj del ta kërkojë dhe e gjen. Prandaj nuk ka nevojë që ta marrë askush. Për dhënd ka thonë që duhet të merret, sepse nëse lihet delja në atë mënyrë, atëherë ajo do të jetë e humbur, do të thonë do të humb plotësisht. Prandaj ka thonë ose është për ty, ose për vllajën tënd, ose për ujkun. Do të nëse lihet delja ashtu, vështirë se mund të kalojë një natë ose më shumë. Prandaj e merr njeriu dhe në atë moment mund ta përdor për vete. Mund ta haj, do të thonë mund ta therr delen edhe ta haj më një herë, ose mund ta përdorë ta fusë në kopen e vet, ose ta përdorë vetëm në vetvete, do të thonë mjele kështu me radhë, kujdeset për ta. Dhe nëse kujdeset e ruan, atëherë ja kthen atë vetat dele. Nëse e ka ngran njeriu, atëherë duhet përpara therrjes ta vlerësoj çmimin e saj. Edhe nëse vjen pronari ose i Zoti i asaj dele, atëherë ja paguan ashtu sa ka kushtu, do të thonë, një dele e tillë në atë kohë kur e ka marrë. Këto janë disa çështje për këtë mallin e humbur që e gjen njeriu, dhe ka edhe një dispozit tjetër se të gjitha këto vlejnë për të gjitha vendet e botës përveç në haremin e Mekës dhe Medinës. Aty ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk merret pasuria e humbur. Do të thënë përveç atij që e lajmëron, do të thënë e lajmëron për gjithmonë. Nëse gjendet një pasuri brenda kufive të haremit Mekës ose të Medinës, atëherë mund ta lërë njeriu, mos ta marrë, ose mund ta marrë dhe ta dorëzoj për shembull polici ose në gjykat, ose ta marrë, ta lajmëroj për gjithmonë. Asnjëherë nuk mund ta shfrytëzoj për veten e vet. Këto janë pra rregulla në lidhje me këtë çështje, edhe mjaftohemi me kaq. Çështja tjetër ose tema tjetër është më e gjatë dhe do ta marrim në mësim të veçantë. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.